tani rikthehemi në studio si çdo mëngjes tjetër me kolegen Adelina Onuzi për të vijuar me Infoklabin dhe me lajme të tjera interesante. Mirëmëngjes Adelina. Mirëmëngjes Jola, mirë se të gjej edhe sot për të ndarë informacionet e para të ditës me njëri tjetrin, por pse jo edhe kurioziteti që ne her pas here na bëjmë përshtypje, më pas kujtohemi që përfshihemi te këto studime, te këto kuriozitete dhe te kjo çfarë na lidh ne. Megjithatë, nuk e di nëse secili prej nesh mund ta ketë vënë re, por në rastet kur jemi më të mërzitur, kemi nevojën për të fjetur më shumë gjumë, ndërsa kurse në rastet kur jemi të lumtur, pavarësisht se mund të kemi më pak orë, gjumi ndjehemi më të plot, më të lumtur, më të aktivizueshëm, si thuash, për të bërë gjithçka tjetër përgjatë ditës. Megjithatë, kjo është e mbështetur edhe në studime. Ne vëmë re tek struktura jonë të gjithë secili në rastet kur gjendja jonë mbase nuk është daq produktive, gjendja jonë mund të ketë qenë paksa jo daq e këndshme në një periudhë të caktuar, ne vetëm na flihet, nuk kemi as produktiv, nuk arrim të sjellim. Duam vetëm të qetësohemi dhe përfundojmë duke fjetur me orë të tëra pa pasur një limit, apo themi dhe ndoshta për disa mund të jetë edhe si periudhë gjumi letargjik. Në fakt e habitshme është se si ka mundësi që mund të ketë periudha të ndryshme ku ne mund të flem 1 orë, 2 orë gjumë gjatë natës, por sërish të jemi super aktiv, shumë të lumtur edhe me shumë energji për të bërë gjithçka. Më pas të kemi ditët tona të tjera ku mund të flem mbas edhe 12 orë përgjatë një 24 orësh të plot dhe sërish të ndihemi të lodhur, të mos ndihemi mirë dhe produktiv përgjatë gjithë pjesës së ditës. Megjithatë, kjo është mbështetur në studime të ndryshme. Nëse flasim për trishtimin, stresin apo depresionin, që në një lodhje të jashtëzakonshme të vazhdueshme dhe kronike, që sipas ekspertëve nëse kjo vazhdon për një periudhë të gjatë kohore, do të bëhet një problem dhe shqetësim edhe i mëtejshëm, kështu që do duhet që të rregullojmë gjendjen tonë edhe pse jo dhe të gjumit. Pra dukshëm sikur bie poshtë të gjitha ajo hipoteza që dhe të gjitha studimet në fakt që thonë se do duhet të flem në një orar të caktuar, do duhet të bëjmë kaq orë gjumë përgjatë kësaj kohe, duket që do duhet të vazhdojmë edhe të jemi më të kujdesshëm edhe në gjendjen tonë emocionale se si jemi, pra nëse jemi të lumtur, jemi të mërzitur, për ta lidhur edhe me orët e gjumit që flem. Megjithatë, ajo çka arrim të kuptojmë nga kjo është që do duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj gjendjes tonë, se si ndjehemi dhe si përjetojmë të gjitha situatat, në mënyrë që të kemi mundësi që sado orë gjumë të bëjmë, të shijojmë edhe të na japin atë mundësinë për të qenë produktive dhe për ta shijuar të gjithë pjesën tjetër të ditës, që në fund kur të mbarojë dita të kemi të përfunduar të gjitha ato punët që kishim në plan, ose pse jo, të kemi edhe të tjera të bëra kështu nga lista e produktivitetit. Dhe nëse e gjeni veten në një gjendje të tillë si kjo që përshkroi Adelina, pse jo të mos shkoni në burg për shembull? Mund të tingëllojë e çuditshme kur e them, por nuk bëhet fjalë për burgun e zakonshëm ku patjetër nuk ja urojmë askujt që të shkojë. Megjithatë bëhet fjalë për një burg atipik në Korenë e Jugut, një arratisje unike nga bota e jashtme, nga kontakti me faktorët që na mërzisin ditë pas dite, janë vetë këta të burgosur, të cilët mbyllen vullnetarisht, pra me vullnetin e tyre të plot, pra pa bërgabime dhe pa i arrestuar askush. Pa bërgabime dhe pa i arrestuar askush. Heqin dorë nga telefonat, heqin orët, bizhuteritë që ata mbajnë dhe shkojnë pikërisht marrin disa ditë pushimi dhe shkëputje nga bota e jashtme pikërisht përmes qëndrimit në një ambient të izoluar, ku gjithçka funksionon si një burg i vërtet. Pra edhe ushqimi arrin me vakte përmes një pjesë të vogël në derë, ne po shohim edhe pamje tani. Ndryshe nuk e di si funksionon në burgje të tjera, po kanë balkon, kanë ato oraret e ajrimit të tyre. Dhe është një kontrast i frikshëm, le të themi, me jetën e përditshme, është krijuar për të ndihmuar që njerëzit të gjejnë qartësi dhe paqe të brendshme, gjë e cila her pas here i mungon secilit prej nesh. Dhe është një përvojë që po praktikohet gjithmonë e më shumë. Ka disa vite që është vendosur në praktik, ka rezultuar të jetë pozitive, pra njerëzit pasi kanë dalë prej aty janë ndjerë akoma edhe më të çliruar dhe me më shumë energji, mbase disa nuk kanë dalë, nuk kanë qenë ende gati për të dalë, funksionon që prej vitit 2013 dhe nëse dikush tani po pyet për shifra dhe do të di se sa të burgosur janë mbajtur pikërisht në këtë burg të Koresë së Jugut, kanë qenë mbi 2000 njerëz të cilët kanë marrë pjesë në këtë përvojë, të cilët kanë kërkuar shkëputje nga bota e jashtme. Ka filluar të tërheq vëmendjen e gjithë botës, ndoshta ka vende të tjera që mbase në vimësi do ta vendosin në praktik, të nuk e dim, nuk do të ishte as pak një formë e keqe, megjithatë
është, le themi, një shans i mirë për të relaksuar dhe mbase për të humbur kontaktin në një formë të detyruar me telefonin dhe me këto faktorët e jashtëm që ne në mërzisin ditë pas dite, që të gjithë besoj kemi shprehur njëherë dëshirën do doja ta fikja telefonin të paktën për një ditë, por ritmi i jetës na e bën të pamundur. Mbase edhe fakti që do duhet jemi gjatë gjithë kohës këtu për të marrë mesazhet më të fundit, për të marrë njoftimet më të fundit. Kurse aty nuk ka kompromisa, aty nuk ka një telefon që të ofrohet për ta përdorur kur të duash ti, kur të kesh nevojë. Ti thjesht do jetosh si një i burgosur, por pa bërë ndonjë gabim. Duket shumë interesante në momentin e parë që the më bëri shumë habi dhe më duke pa zakon që të ndodh, po tani sikur ço se mendojmë. Unë mendoj që është një mënyrë e mirë. Ne jemi e përmenda edhe më sipër që e kemi të vështirë të shkëputemi nga këto faktorët dhe nga këto elementet me cilët ne jetojmë çdo ditë. Kështu që një formë detyrimi do na e bënte pak më të thjeshtë. Kështu që nëse doni ta provoni, në Korenë e Jugut, prisni biletën, vizitor ka pasur nga e gjithë bota, shifrat flasin për 2000 persona të cilët e kanë praktikuar dhe kanë provuar si përvojë në këto vite, megjithatë ndoshta mund të jenë akoma edhe më shumë, mendojeni një herë, sepse nuk do të ishte as pak një mundësi e keqe, le të themi, për ta rimarrë veten, dhe pse jo për tu relaksuar. Në fund të ditës nuk është thjesht një burg, është një burg atipik dhe një formë relaksi për pjesën më të madhe. Vero nëse vazhdon edhe përshkruan dhe pak, unë nuk e di se për sa kohë do vazhdojnë të na shohin në mëngjes, sepse duket vërtet një eksperiencë shumë interesante dhe për të kuptuar më shumë vlerën e asaj çka kemi, po në të njëjtën kohë edhe për të detoksifikuar mbase nga gjithçka që kemi, nga telefoni, nga shqetësimet e jashtme, dhe jemi aty për të kuptuar mbase dhe vlerën e shumë gjërave të tjera që her pas here i harrojmë. Megjithatë, do të kalojmë në një tjetër lajm, kemi parë edhe dim fare mirë që ditët e fundit kanë qenë me kryefjalë Papa Franceskun, po në fakt muajt e fundit ka qenë shumë i diskutuar dhe i përfolur për shkak të sëmundjes që kishte dhe të gjitha problematikat. Megjithatë, përpos kësaj, spekulimet vazhdojnë për personin që do t'i zër vendin. Spekulimet kanë nisur prej kohësh në fakt në korridoret e Vatikanit, se nëse do duhej të zëvendësohej Papa Francesku kush do vinte pas tij, janë të shumë emrat që janë vendosur edhe janë spekuluar deri më tani. Nuk kemi një përgjigje zyrtare se kush do të jetë dhe kush do ta zëvendësojë, megjithatë kemi një listë me emra se cilët janë ato në listën e spekuluar dhe që pritet të jetë njëri prej tyre. Të parën kemi Pizzaballa, 60 vjeç në Itali, është përfaqësuesi i Vatikanit në lindjen e mesme me përvojë në zonat e konfliktit. Kjo është menduar si një formë e mirë për ta afruar atë dhe për të qenë mbase pjesë e Vatikanit, për të bërë diferencën dhe për të ndryshuar, njësoj siç në fakt ky ishte një nga qëllimet edhe në momentin e parë që Papa Francesku u bë pjesë dhe ndryshoi tërësisht rrjedhën, duke u bërë dhe historia në fakt e të gjithë vendit edhe e gjithë papatit në vetvete. Vazhdojmë tek emri i radhës, një tjetër emër shumë i diskutuar si Papa i ardhshëm i Vatikanit, 70 vjeç, në fakt sekretar i shtetit të Vatikanit që nga viti 2013 me një rol të rëndësishëm në politikën ndërkombëtare të kishës dhe i njohur për qasjen diplomatike dhe qëndrimet e balancuara, bëhet fjalë për Pietro Parolin. Do shkojmë tek emri i radhës, janë disa emra të cilat janë propozuar dhe janë diskutuar sidomos edhe nga New York Times, publikuar ditën e djeshme. Kemi të radhës Fridolin Ambongo, 65 vjeç nga Kongo, është kryepeshkop i Kinshasë dhe antar i Këshillit të Kardinalëve. Figura e tij ka përfaqësuar prej kohësh një qetësi në të njëjtën kohë dhe një zë të pa dëgjuar më parë, dhe kjo është një nga arsyet që në këtë rast propozohet edhe përmendet si emër për shkak të asaj çka përfaqëson, në të njëjtën kohë të gjithë qasjes që mund të ndryshojë dhe mund të sjellë edhe në Vatikan në këtë rast. Vazhdojmë me emrin e radhës propozuar, Luis Antonio Tagle, 67 vjeç, origjina dhe vendi i tij lindjes Filipine, është kardinal Filipinas me profil të lartë, i afërt, ka qenë gjatë gjithë kohës me Papa Franceskun dhe është njohur për ndjeshmërinë e tij sociale, sidomos ndaj njerëzve më në nevojë. Një nga emrat më të përfolur prej vitesh ndoshta mund të jetë Papa i ardhshëm, por këtë nuk e dim ende. Ndërkohë vazhdojmë me listën e cila do jetë e shumë dhe kam përshtypjen që pavarësisht këtyre emrave që janë përmendur, ka akoma edhe të tjerë që i kanë shoqëruar. Kemi Matteo Zupin të radhës, 69 vjeç në Itali, ka qenë i lidhur me komunitetin edhe në këtë rast dhe është i angazhuar me shumë çështje humanitare. Edhe në këtë rast këto janë disa nga arsyet kryesore që e bëjnë atë një emër të diskutuar dhe të përfolur për të vazhduar dhe për të pasur atë qasjen edhe të gjithë traditën e Vatikanit në vetvete, por ndërkohë jemi sërish sy e vesh për të kuptuar
parë dhe për të parë se çfarë do të ndodhë më tej. Shkojmë tek emri i radhës, Peter Erdo, 72 vjeç, origjina Hungari, eksperti së drejtës kanonike, i njohur për shëndrime konservatore dhe përpjekjet për ruajtjen e traditës katolike. Ka qenë patjetër një nga emrat më të përfolur, të paktën gjatë këtyre ditëve, kur duket se Vatikani ende është në një klim, le të themi, ku po zjejnë informacionet e shumta që lidhen me vdekjen e papës, kemi parë teori konspirative të cilat nuk mund të mungojnë në të cila raste, megjithatë ende nuk besoj që është bërë gati gjithçka për të shpallur papën e ri. Duhet së pari të kryen omazhe për Papa Franceskun, e gjithë bota është prekur, kështu që natyrshëm lind edhe nevoja për të marrë pak më shumë kohë për të zgjedhur një njerëz i cili nuk është thjesht në krye të kishës, por ka detyra akoma edhe më të rëndësishme, duke funksionuar si një halk ndërlidhse për zinxhirin në të gjithë botën. Kështu që detyrimisht është një detyrë shumë e vështirë edhe zgjedhja e papës së ri. Eksakt. Në fakt se po vinim re dhe po shikonim të gjitha alternativat që janë, për alternativën e fundit në duket sikur bie ndesh me qasin, pra shkoh sa Papa Francesku në periudhën që ai ishte në krye, nuk ishte as pak konservator dhe disa nga diskutimet më të shumta që ka pasur edhe mbase pak kënaqësit ka qenë konkretisht nga konservatorët, ndaj edhe të bën habim, megjithatë deri në momentin final që do të kemi emrin se kush do pasojë dhe kush do mbajë detyrë kaq të rëndësishme dhe mision në të njëjtën kohë, besoj që propozimet do vazhdojnë të jenë të shumta dhe emrat që diskutohen. Mirë, këto ishin edhe emrat e propozuar si papa i ardhshëm i Vatikanit